një mashkull gay lidhet me një vajzë, krijon lidhje me një vajzë. Shoqëria shqiptare nuk është një shoqëri shumë mikpritse, të paktën edhe deri para ca kohësh, ndaj personave me orientim të ndryshëm seksual. Dhe ju e dini shumë mirë se çfarë lloj presioni si nga shoqëria, si nga familja kanë persona që kanë orientime të ndryshme seksuale, kështu që mua nuk më bën habi fare që një mashkull gay të mos e pranoj dot seksualitetin e tij haptazi në Shqipëri dhe të dashurohet me një vajzë. Po nga ana tjetër, unë mendoj që nuk është e çuditshme që një mashkull gay të dashurohet me një vajzë, emocionalisht po flas. Mund të dashurohet emocionalisht, por aty mungon ajo tërheqja kimia seksuale, kështu që nuk do më të habi. Unë mendoj që përposa sa që the ti që në Shqipëri është shumë e vështirë, sepse në Shqipëri është e vështirë, është tabu për shumë gjëra, lëmë seksualiteti dikujt. Problemi, unë mendoj që njerëzit mund janë dhe të ndrytur me veten e tyre. Pra ai përpos familjes, ai kalon dhe një proces ndoshta mos pranimi ndaj vetes, që është shumë normale dhe ndoshta ky personi, kjo vajza është komfort, pra mund të jetë një shoqe e ngushtë, por ne nuk mund të komentojmë ndjenjat që ndoshta mund të jenë të vërteta që mund të ndodhi që ai mund të dashurohet dhe ta doj këtë vajzën, por ndoshta mund të jetë